Presioni i gjakut pas moshës 60 vjeç. Pse është kaq i rëndësishëm? Me kalimin e viteve, shëndeti merr një kuptim tjetër. Pas moshës 60 vjeç, njeriu fillon të kuptojë se trupi nuk reagon më si dikur dhe se disa shifra mjekësore ka më shumë peshë se të tjera. Një nga këto shifra është presioni i gjakut. Shumë njerëz e matin, por pak e kuptojnë vërtet se çfarë do të thotë dhe pse është kaq vendimtar për jetën e përditshme. Presioni i gjakut nuk është thjesht një numër në aparat. Ai tregon se sa fort po punon zemra dhe se në çfarë gjendjeje janë enet e gjakut. Kur presioni është i qëndrueshëm dhe brenda vlerave të duhura, gjaku qarkullon lirshëm. Organet furnizohen me oksigjen dhe trupi funksionon më qetë. Kur është shumë i lartë ose shumë i ulët, fillojnë problemet, shpesh pa dhimbje, pa paralajmërim dhe pa shenja të qarta. Pas moshës 60 vjeç, rreziku nga presioni i lartë i gjakut rritet ndjeshëm. Arteriet bëhen më të forta, humbasin elasticitetin dhe zemra detyrohet të punojë më shumë për të shtyrë gjakun. Ky proces ndodh ngadalë, vit pas viti dhe shpesh konsiderohet normal për moshën, por normal nuk do të thotë i padëmshëm. Një presion i lartë i lënë pas dore mund të çojë në infarkt, goditje në tru, dëmtime të veshkave dhe humbje të shikimit. Nga ana tjetër, shumë persona mbi 60 vjeç bëjnë gabimin e kundërt. Përpiqen ta ulin presionin sa më shumë, duke menduar se sa më i ulët, aq më mirë. Në realitet, presioni shumë i ulët mund të jetë po aq i rrezikshëm. Ai mund të shkaktojë marramendje, dobësi, rënje të papritura dhe madje probleme me furnizimin e trurit me gjak. Për këtë arsye, në këtë moshë nuk kërkohet ekstremi, por ekuilibri. Një tjetër problem i madh është se presioni i gjakut shpesh nuk jep simptoma. Shumë njerëz ndihen mirë, ecin, punojnë dhe jetojnë normalisht, ndërsa presioni i tyre është i lartë prej vitesh. Kjo e bën presionin e gjakut një nga rreziqet më të heshtura për shëndetin e të moshuarve. Pikërisht për këtë arsye, kontrolli i rregullt është jetik, edhe kur nuk ka ankesa. Ky shkrim është menduar për personat mbi 60 vjeç, por edhe për familjarët e tyre që duan të kuptojnë më mirë se cili është presioni i gjakut më i mirë në këtë moshë. Çfarë vlerash konsiderohen të sigurta dhe kur duhet treguar kujdes. Qëllimi nuk është të krijojë frikë, por vetëdije. Kur e njeh trupin tënd dhe kupton se çfarë po të tregon, ke më shumë mundësi ta mbrosh shëndetin dhe të jetosh me qetësi. Nëse je mbi 60 vjeç, një nga pyetjet më të rëndësishme për shëndetin tënd është kjo: sa duhet të jetë presioni im i gjakut? Shumë njerëz dëgjojnë shifra të ndryshme. 120/80 është perfekt. 140 është normale për moshën. Mos e ul shumë se të merret mendja. E vërteta, presioni i gjakut pas moshës 60 vjeç duhet të jetë i balancuar, jo ekstrem. As shumë i lartë, as shumë i ulët. Në këtë pjesë do të shpjegojmë çfarë është presioni i gjakut, çfarë ndryshon pas moshës 60, cilat janë vlerat më të mira sipas mjekësisë, kur presioni bëhet i rrezikshëm. Çfarë është presioni i gjakut? Shpjegimi i thjeshtë. Presioni i gjakut është forca me të cilën gjaku shtyp muret e arterieve ndërsa zemra pompon. Ai ka dy numra. 1. Presioni sistolik, numri i sipërm, tregon presionin kur zemra rreh. PSH 120/120/80. 2. Presioni diastolik, numri i poshtëm, tregon presionin kur zemra pushon mes rrahjeve. PSH 80/120/80. Të dy janë të rëndësishëm, por pas moshës 60 vjeç, presioni sistolik ka më shumë peshë. Çfarë ndryshon në trup pas moshës 60 vjeç? Me kalimin e viteve, trupi nuk funksionon si në rini dhe kjo është normale. Ndryshimet kryesore janë: arteriet bëhen më të forta dhe më pak elastike. Zemra punon pak më shumë për të shtyrë gjakun. Veshkat nuk filtrojnë njësoj si më parë. Trupi reagon ndryshe ndaj kripës, stresit dhe ilaçeve. Për këtë arsye, presioni sistolik ka tendencë të rritet, edhe te njerëz që janë ndryshe të shëndetshëm. Cili është presioni i gjakut më i mirë për personat mbi 60 vjeç? Sipas praktikës mjekësore moderne, këto janë vlerat më të sigurta. Presioni ideal: 120/130/70/80 EHG. Ky është niveli më i mirë për shumicën e personave mbi 60 vjeç që janë në gjendje të mirë shëndetësore. Presioni pranueshëm: 130/139/70/85. I zakonshëm te shumë persona të kësaj moshe. Kërkon kujdes, por jo panik. Presioni lartë: 140 e lartë sistolik. Rrit rrezikun për
Infarkt, goditje në tru, dëmtim të veshkave, probleme me sytë, presion shumë I ullët, në 160, mund të shkaktoj, maramendje, rënje, dobësi, fikët. Pas moshës 60 vjeç, presioni shumë I ullët mund të jetë po aq problematik sa ai I lartë. Një e vërtet e rëndësishme që shumë nuk e din. Nuk është gjithmonë e shëndetshme të synosh 120/80 me çdo kusht. Për disa persona mbi 60 vjeç, ulja e tepërt e presionit, sidomos me ilaçe të forta, mund të dëmtojë trurin dhe veshkat. Qëllimi është stabiliteti, jo perfeksioni matematik. Presioni sistolik, numri që duhet ndjekur më shumë. Pas moshës 60, nëse numri I sipërm është mbi 140, rreziku rritet ndjeshëm. Edhe nëse numri I poshtëm është normal. Shembull, 145/75 nuk është I sigurt. 130/85 është më I mirë. Kur presioni I gjakut bëhet urgjent, kërkon ndihmë mjekësore nëse presioni shkon 180/110 ose më shumë. Dhimbje koke të fortë, dhimbje gjoksi, mpirje të fytyrës ose krahëve, shikim të turbullt, vështirësi në të folur. Gabimi më I zakonshëm I personave mbi 60 vjeç. Nuk po ndjej gjë, pra jam mirë. Presioni I lartë shpesh nuk jep simptoma, por dëmton ngadalë zemrën, trurin, veshkat, enët e gjakut. Prandaj quhet vrasësi I heshtur. Vlerat e presionit e gjakut pas moshës 60 vjeç, çfarë është normale dhe çfarë jo. Pas moshës 60 vjeç, presioni I gjakut nuk vlerësohet më njësoj si tek të rinj. Trupi ka kaluar shumë ndryshime. Enët e gjakut nuk janë më elastike si më parë dhe zemra punon ndryshe. Për këtë arsye, mjekësia moderne nuk kërkon perfeksion, por siguri dhe qëndrueshmëri. Shumë persona bëjnë pyetjen: a është normale që presioni im të jetë pak më I lartë për shkak të moshës? Përgjigjja është: po, deri në një pikë të caktuar. Presioni ideal për personat mbi 60 vjeç. Për shumicën e njerëzve mbi 60 vjeç që nuk kanë sëmundje të rënda shoqëruese, presioni më I mirë konsiderohet 120/130 Hg sistolik, numri I sipërm, 70/80 Hg diastolik, numri I poshtëm. Këto vlera ulin rrezikun e infarktit, mbrojnë trurin nga goditja, nuk e lodhin zemrën, nuk shkaktojnë maramendje. Megjithatë, jo çdo organizëm është I njëjtë. Për disa persona, sidomos ata mbi 70-75 vjeç, edhe vlera pak më të larta mund të jenë të pranueshme nëse janë të qëndrueshme dhe nuk japin shqetësime. Presioni I pranueshëm, jo ideal, por I tolerueshëm. Në praktikën e përditshme mjekësore, shumë persona mbi 60 vjeç kanë presion 130/139/70-85. Ky nivel nuk konsiderohet I rrezikshëm menjëherë. Kërkon kontroll të rregullt. Duhet mbajtur në vëzhgim. Nëse presioni qëndron për kohë të gjatë në këto vlera, mjeku zakonisht rekomandon ndryshime në ushqim, më shumë lëvizje, ulje të kripës, ndonjëherë mjekim të lehtë. Kur presioni quhet I lartë pas moshës 60 vjeç, presioni konsiderohet I lartë kur sistoliku është 140 Hg ose më shumë, edhe nëse diastoliku është normal. Shembull, 145/75 presion I lartë, 150/80 presion I lartë. Ky lloj presioni është shumë I zakonshëm te të moshuarit dhe quhet shpesh hipertension sistolik I izoluar. Ai është veçanërisht I rrezikshëm sepse dëmton arteriet, rrit rrezikun e goditjes në tru, mund të çojë në zmadhim të zemrës. Presioni shumë I ulët, një rrezik I nënvlerësuar. Shumë njerëz mendojnë se presioni I ulët është gjithmonë I mirë. Në realitet, pas moshës 60 vjeç kjo nuk është e vërtetë. Presioni konsiderohet shumë I ulët kur në 160. Simptomat më të shpeshta janë maramendje kur ngrihesh në këmbë, dobësi, shikim I errësuar, rënje të papritura. Rënjet janë një nga rreziqet më serioze në këtë moshë. Prandaj presioni shumë I ulët duhet marrë po aq seriozisht sa ai I lartë. Pse presioni sistolik është më I rëndësishëm pas 60 vjeç? Me kalimin e moshës, arteriet ngurtësohen, presioni I sipërm rritet, presioni I poshtëm shpesh mbetet normal ose ulet.
Prandaj mjekët fokusohen më shumë tek numri i sipërm. Nëse ai është mbi 140 për një kohë të gjatë, rreziku rritet ndjeshëm, edhe nëse ndihesh mirë. Gabime të zakonshme që duhen shmangur. Matja e presionit vetëm kur ndihesh keq. Ndryshimi i ilaçeve pa u këshilluar me mjekun. Ulja e presionit shumë shpejt. Injorimi i vlerave të larta sepse jam në moshë. Presioni i gjakut kërkon durim dhe rregullsi, jo vendime të nxituara. Si ta mbani presionin e gjakut të qëndrueshëm pas moshës 60 vjeç, pa rrezikuar shëndetin. Pas moshës 60 vjeç, kontrolli i presionit të gjakut nuk varet vetëm nga ilaçet. Në shumë raste, zakonet e përditshme kanë ndikim po aq të madh, madje më të madh se sa mjekimi. Lajmi i mirë është se ndryshimet e vogla, të qëndrueshme, mund të japin rezultate të dukshme pa stresuar trupin. Qëllimi nuk është ta ulni presionin shpejt, por ta mbani të qëndrueshëm, sepse luhatjet janë më të rrezikshme se sa një shifër paksa më e lartë. 1. Ushqimi, themeli i presionit të shëndetshëm. Çfarë hani çdo ditë ndikon drejt për drejt në presionin e gjakut. Ushqimet që e ndihmojnë presionin. Perime të freskëta, spinaq, brokoli, lakër, kungull, fruta, banane, moll, portokall, kivi. Vaj ulliri ekstra i virgjër. Peshk 2 herë në javë. Arat dhe bajamet sasi të vogla. Kos dhe produkte qumshti me pak yndyrë. Këto ushqime ulin ngurtësinë e enëve të gjakut. Ndihmojnë zemrën të punojë më qetë. Përmirësojnë qarkullimin. 2. Kripa, armiku i heshtur. Pas moshës 60 vjeç, trupi bëhet më i ndjeshëm ndaj kripës. Ushqime për të kufizuar. Djathëra shumë të kripur. Sallamra dhe suxhuk. Turshi të shumta. Ushqime të gatshme. Këshill e thjesht. Mos shto krip në tavolinë. Përdor erza natyrale, rigon, hudhër, majdanoz. Vetëm ulja e kripës mund ta ul presionin 5-10 njësi. 3. Lëvizja ilaç pa recetë. Nuk e nevojë për palestër apo ushtrime të rënda. Mjafton 30 minuta ecje në ditë, ose 15 minuta në mëngjes, 15 pasdite. Përfitimet. Ul presionin sistolik. Forcon zemrën. Përmirëson gjumin. Ul stresin. E rëndësishme. Ecja duhet të jetë e qetë, jo lodhëse. 4. Pesha trupore dhe barku. Edhe 3-5 kagë mbi peshën ideale mund të rrisin presionin. Barku i madh ushtron presion mbi enët e gjakut. Zemra detyrohet të punojë më shumë. Humbja graduale e peshës. Ul presionin. Lehtëson frymëmarrjen. Përmirëson sheqerin në gjak. 5. Stresi dhe gjumi, faktor që shpesh injorohen. Stresi i vazhdueshëm mban presionin lart edhe kur ushqimi është i mirë. Përpiqu të flesh 7-8 orë. Të shmangësh debatet e panevojshme. Të marrësh frymë thellë disa herë në ditë. Një gjumë i dobët rrit presionin më shumë se sa një vakt i kripur. 6. Alkooli dhe duhani. Duhani ngushton enët e gjakut. Rrit menjëherë presionin. Alkooli, edhe sasitë e vogla mund të arrisin presionin të moshuarit. Nëse pini, kufizohuni në sasi shumë të vogla. Jo çdo ditë. 7. Matja e saktë e presionit në shtëpi. Shumë persona matin gabim presionin dhe friksohen pa arsye. Rregulla të thjeshta. Mateni në të njëjtën orë çdo ditë. Ulur, jo në këmbë. Pushoni 5 minuta para matjes. Mos pini kafe para matjes. Shënoni vlerat në një fletore, kjo i ndihmon shumë mjekët. Ilaçet e presionit të gjakut pas moshës 60 vjeç. Kur janë të domosdoshme dhe si të përdoren me kujdes. Pas moshës 60 vjeç, shumë persona arrin ta mbajnë presionin e gjakut në vlera të mira vetëm me ushqim të shëndetshëm, lëvizje dhe stil jete të rregullt. Por ka raste kur këto masa nuk mjaftojnë. Atëherë ilaçet bëhen të domosdoshme, jo për rehati, por për të mbrojtur jetën. Është e rëndësishme të kuptohet se ilaçet e presionit nuk janë dënim dhe as shenjë dobësie. Ato janë mbështetje për zemrën dhe enët e gjakut, sidomos kur mosha sjell ndryshime që nuk mund të kthehen mbrapsht. Kur janë të nevojshme ilaçet për presionin, mjekët zakonisht rekomandojnë mjekim kur presioni është 140 Hg ose më shumë vazhdimisht. Ka rrezik për infarkt, goditje në tru, dëmtime të veshkave. Personi ka edhe diabet, sëmundje të zemrës, probleme me veshkat. Në këto raste, pritja dhe shpresa që të ulet vetë mund të jetë e rrezikshme.
Parimi kryesor pas 60 vjeç, fillo ngadalë. Një gabim i zakonshëm është fillimi menjëhershëm me doza të forta. Rregulli i artë. Doza të vogla. Rritje graduale. Vëzhgimi i afërt. Kjo shmang rënien e papritur të presionit. Maramenden. Rrezikun e rrëzimit. Grupet kryesore të ilaçeve për presionin. Pa hyrë në emra specifik, ilaçet për presion ndahen në disa grupe kryesore. Ilaçe që qetësojnë enët e gjakut. Ilaçe që ulnin ngarkesën e zemrës. Ilaçe që nxjerrin lëngjet e tepërta nga trupi. Ilaçe që mbrojnë veshkat. Mjeku zgjedh kombinimin sipas moshës, sëmundjeve shoqëruese, reagimit të trupit. Gabimet më të rrezikshme me ilaçet e presionit. Ndërprerja e ilaçeve sapo presioni ulet. Marrja e dozës 2 fish kur presioni rritet. Ndryshimi i ilaçit pa këshill mjeku. Marrja e ilaçeve të tjerëve. Presioni mund të duket i rregullt për disa ditë, por kjo nuk do të thotë se problemi ka kaluar. Presioni shumë i ulët nga ilaçet, një problem i shpeshtë. Te personat mbi 60 vjeç, ndonjëherë ilaçet e ulin presionin më shumë se ç'duhet. Shenja paralajmëruese. Marramendje kur ngrihesh. Dobësi. Lodhje e pazakontë. Ndjenjë zbraztie në kokë. Në këto raste, mos i ndalo ilaçet vet. Kontakto mjekun për rregullim doze. Pse duhet matur presioni edhe kur merr ilaçe? Ilaçet nuk janë automatike. Trupi ndryshon me stinë, heshën, gjumi, stresin. Prandaj, matja e rregullt ndihmon të shmanget ulja ose rritja e tepërt. Lejon rregullim të hershëm të mjekimit. Kombinimi i ilaçeve me stilin e jetesës. Ilaçet funksionojnë shumë më mirë kur shoqërohen me ushqim të lehtë, më pak kripë, lëvizje të përditshme, gjumë të mirë. Vetëm ilaçet pa ndryshime në stilin e jetesës shpesh kërkojnë doza më të larta. Si ta dish që presioni yt është nën kontroll dhe si të jetosh i qetë pas moshës 60 vjeç? Pas moshës 60 vjeç, qëllimi kryesor nuk është të ndjekësh shifra perfekte, por të jetosh me trupin e ekuilibër. Presioni i gjakut duhet të jetë aleat, jo burim frike. Kur e kupton si funksionon dhe çfarë i duhet trupit tënd, kontrolli bëhet më i lehtë dhe jeta më e qetë. Shumë persona lodhen psikologjikisht duke u shqetësuar çdo ditë për presionin. Në realitet, qetësia mendore është një nga faktorët më të fortë për një presion të mirë. Shenja që tregojnë se presioni yt është i qëndrueshëm. Presioni i kontrolluar nuk do të thotë vetëm numra të mirë në aparat. Trupi jep shenja të qarta. Zgjohesh pa marramendje. Ecën pa u lodhur shpejt. Nuk e dhimbje koke të shpeshta. Nuk ndjen rrahje të forta të zemrës. Gjumi është më i qetë. Nëse i ndjen këto, zakonisht do të thotë se presioni yt është në rrugë të mbar. Mos u bëj rob i aparatit të presionit. Një gabim i shpesht është matja e presionit disa herë në ditë nga ankthi. Mjafton 1 herë në ditë, ose 3-4 herë në javë, në të njëjtën orë. Matjet e shpeshta pa arsye rrisin stresin dhe vetë stresi e rrit presionin. Ritmi i jetës më i rëndësishëm se dieta perfekte. Pas 60 vjeç, trupi ka nevojë për rregull, jo për lodhje, jo për ekstreme. Ha rregullisht, lëviz çdo ditë pak, fli mjaftueshëm, merr frym thellë. Një jetë e rregullt mban presionin më mirë se çdo dietë e ashpër. Marrëdhënia me mjekun bashkëpunim, jo frikë. Mos shko te mjeku vetëm kur ndihesh keq. Shko për kontroll, edhe kur ndihesh mirë, me shënime të matjeve, me pyetje të qarta. Një mjek i informuar merr vendime më të mira për ty. Çfarë duhet të mbash mend gjithë jetën? Presioni ideal pas 60 vjeç. 120, 130, 70, 80. Mbi 140 kërkon vëmendje. Nën 160 kërkon kujdes. Stabiliteti është qelësi. Jeta e qetë është ilaçi më i mirë. Mesazhi i fundit. Presioni i gjakut nuk është armiku yt. Ai është sinjal. Sa më herët ta dëgjosh, aq më gjatë dhe më mirë jeton. Mos e injoro, por as mos u frikso prej tij. Me kujdes të thjesht, zakone të mira dhe pak durim, presioni mund të mbahet nën kontroll edhe pas moshës 60 vjeç. Shëndeti në këtë moshë nuk matet vetëm me vite, por me cilësinë e ditëve që jeton.